Një ditë një person pasi unë gatruam me fjalë më thash, kofsh në xhehenem. Unë ndjeva shumë keq sepse e dua shumë atë person, por edhe më erdhi shumë rënd sepse kjo më të vërtet ishte një fjalë shumë rënd. Çfarë më këshillon? Këshilla ime është mos e vrit mendjen fare, futi zeroje muhabetin, futi i mendje të lehtë, themi ne nga Shqipnia mesme, futi i mendje të lehtë, mos e vrit mendjen fare, hiç. Edhe këtë njeri hiqe nga lista e njerëzve të afërt. Pra një njeri që, se më thonë, në një ditë të kthjellët, në një mot të çelur, për shkak një ngatrese ku dëgjon, thot shkof në xhenem, ky nuk është normal si njeri. Për këtë arsye ka thonë ai moçmi, më mirë një armik të mençur, sepse një ditë kur të më shohë që jam drejtën do të bëhet me mua, se sa një mik budalla, si puna këtij, idiot, sepse ky në momentin që nuk do të jetë në interesin e tij, do të më bëjë armik. Kështu që larg këtyre njerëzve, këta njerëz i paç në kontinent tjetër, jo më i pas në lagja, po më i pas shok më u shoqëru.